Të shtëna me armë zjarri mes disa personave humbi jetën 19 vjeçari në Kosovë. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në qendër të komunës së Vushtrisë në Kosovë. Mbrëmjen e djeshme, nga ku raportohet se kanë patur të shtëna me armë zjarri mes disa personave. Policia e Kosovës njofton se një 19 vjeçar ka mbetur i vrarë nga plagët e mara. Bëhet gjithashtu me dije se njësitë përkatëse policore ndodhen në vendin e ngjarjes dhe janë në kërkim të personit të dyshuar. Rreth orës 20:35 policia ka pranuar informatën për të shtëna nga armë zjarri. Ngjarje ka ndodhur në rrugën Kalip Botivuku në Vushtri. Nga hetimet fillestare bëhet me dije se si pasojë plagëve të pësuara nga arma e zjarrit ka humbur jetën viktima mashkull kosovar rreth 19 vjeç, ka deklaruar zëdhënësi i policisë Kosovës për rajonin e Mitrovicës Avni Sahiti.